do të jetojmë disa qaste me të dërguarin e Allahu subhanahu wa taala, njeriun më të zgjedhur që e ka shkel si përfaqen e tokës, ku Allahu subhanahu wa taala këtë njeri e lavdroi në mendjen e tij dhe tha: ma dalla sahibukum wa ma gawa. Tha, nuk e ka humbur rrugën ki zotria i cili e ka këtë emanet. Po ashtu e lavdroi Allahu subhanahu wa taala besnikrin e tij dhe tha: wa ma yantiqu anil hawa, ki nuk kanë shiflet prej vetës e tij. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala e lavdroi shiqimin e atij dhe tha: ma zagha al basar wa ma tagha. Nuk është e vërtet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pa të vërtetën, e as që ka shiqu në ata të cilën nuk e ka pas leje. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala e ka lavdruan zemrën dhe logjikën e atij dhe ka thonë: ma kadhaba al fuadu ma raa. Tha, zemra e atij ata që e ka pas të vërtetën kur anë gjitë në qiell ka qenë e vërtet. Allahu subhanahu wa taala e lavdrojnë gjoksin e atij dhe tha: alam nashrah laka sadrak. A nuk është e vërtet se ne ta kemi zgjeru gjoksin tanë? Po ashtu Allahu subhanahu wa taala e ngriti fjalën e atij dhe tha: wa rafa'na laka dhikrak. Emrin tan e kena çmu dhe e kena ngrit. Ku përmendet emri Allahut, përmendet dhe emri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa taala këtë njeri e lavdroi dhe tha: wa innaka la ala khuluqin adhim. Tha, ti vërtet je e posedon një moral të përsosur. Ti vërtet, ja Muhammed, je ai i cili e posedon një moral të përsosur.